Territori shqiptar për datën 14 tetor pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Në zonat malore lindore mund të ketë rreshje shumë të izoluara në orët e pasdites. Në ultësirat perëndimore moti do të jetë kryesisht i kthjellur. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0,7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 tetor 2025 pritet të jetë mesatar rreth 3. Sipas llogaritjeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 tetor pritet të jetë në orën 06:44 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 22 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 19 gradë Celsius.